Civil Media. Добар ден и ви благодарам на сите, особено Përshëndetje dhe ju falenderoj të gjithëve veçanërisht civil që na ftuat sot në partimet e vogla më të mëdha që organizojnë konferencë dhe shpresoj e cila do të jep rezultat dhe do të zbatojmë një analizë gjithë përfshirë për gjithçka që e themi këtu që të përfundohet, të realizohet në drejtim të gjithë asaj që do të prononcohet këtu. Ju falenderoj mirënjohje për atë angazhimin që në vetë dhe të shpreh mirënjohje për publikun ndërkombëtar që shpresoj se edhe në mashini do të identifikojnë të gjitha këto segmente, do të validizojnë këto segmente, që u thanë këto. Civil ka më shumë tema që ka paraqitur këtu, por disi të gjithë përqendrohemi më së shumti në modelin zgjedhor që e praktikojmë tani dhe i cili do të jetë i pranueshëm pra sipas me specifika fundamentale e lidh njeriu me komunitetin. Në organizimi dhe funksionimi i shtetit, përkatësisht me fjalë tjera, karakteristika thelbësore e çdo bashkësie njerëzore e bën njeriu të ndërlikuar në qasje ndaj vetes dhe në ato pjesë nuk i kontrollon, ndërkohë që për momentin flasim për model i cili kontrollohet nga ana jonë. Dhe ato ekzistojnë si elemente më të vogla dhe pa ato nuk mund të funksionojnë. Mirë po në kontekst të këtyre lëvizjes së riprodhimit të spontan të jetës shoqërore në Republikën e Maqedonisë, deri më tani na japin një shkallë më tepër si motiv i caktuar për aksionin shoqëror dhe arrim rregullimin e marrëdhënieve shoqërore që për momentin ekzistojnë në shtet. Pra momenti për gjithë neve në base përshtrohet pyetja pse aq shumë është vonuar ky lloj debateve dhe në fund realizimit. Ciklet dhe modelet zgjedhore nga mëvjetësimi deri më sot në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të ndryshme, dim për atyre që ishte model me shumicë dhe proporcional i përzier deri tek proporcional me 6 njësi zgjedhore dhe mund të konstatojmë se edhe një model edhe modeli tjetër deri më tani në këto vite që kanë kaluar kanë dhënë kontribut tepër të madh për ato ku gjendemi sot. Nuk ishim në gjendje të funksionojmë as pa njërin as për tjetrin, erdhi koha në këtë moment të ndryshojmë modelin zgjedhor, por edhe njërin edhe tjetrin e dim se kanë kryer punën e tyre dhe dhanë kontributin për ato ku gjendemi sot. Do të përqendrohem në fragmentimin e njësive zgjedhore përkatësisht me një fjalë. Të gjithë këtu pajtuam përfaqësuesit e partive më të vogla se do të jetë sikur të qellojmë veten në këmbë. Të miratojmë këtë model zgjedhor me 6 njësi zgjedhor. Pse e them këtë? Gara ka filluar terreni është vendosur gjyqi referi arbitri është këtu. Në fillim ne jemi me 3 lojtar më pak. Në prezantuar në vokabularin e futbollit. Në këtë moment për partitë më të vogla, Partia e Re Socialdemokratike do të angazhohet dhe do të qëndrojë në fakt nëse modeli zgjedhor është procedurë urgjente dhe modeli proporcional me një njësi zgjedhore dhe me lista të mbyllura do të ishte më i mirë për partitë më të vogla. Mbase do të ishte pa limit ose me limit prej 1.5 deri në 2% të numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar në listën, që do të thotë se për përkështlile popos ka mendoj se ishte 20, 30 apo 40.000 vota. Do të jenë në një njësi zgjedhore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të shndërrohen në 2, 3 apo 4 deputet, dhe të cilat padyshim do të kenë peshë në negociatat me partitë të mëdha politike. Mua sinqerisht nuk vjen keq që pjesa Vëmëro do Bëmës dhe BDI-s nuk janë të pranishëm këtu. Të dëgjojmë pak shkëmbim konstruktiv të mendimeve dhe qëndrimit në këtë kontekst të gjitha partitë më të vogla politike do të ishin do të kishin luftuar për çdo një vot sikur të jetë vota e fundit, për shkak se këtu do të shohim kush sa peshon në këtë kërkojmë, por nëse nuk e japin, nëse na japin nuk do të frikojmë për shkak se do të shohim vërtet kush sa peshon dhe sa mund të veprojë në këtë republikë të vogël për fat të keq.
Dhe për asnjë parti nuk do thuhet me që do të fitojmë votat dhe shpresojmë që vendet e fituara të deputetëve në partitë më të mëdha do të jenë të vlerësuara dhe për asnjëri nuk do themi se është lidhze apo rimurki e lokomotivës për këto parti më të vogla nëse realisht fitojmë 2-3-4 deputetë të cilët kemi në përbërjen aktuale parlamentare nëse numëron gjithë 120, pse kjo është pyetje. Pikpyetja sa duhet të ketë një përbërje parlamentare në vendin tonë dhe mund të them se çdo një shoqëri e cila është ndar në klasë dhe për fat të keq është ndar dhe kjo jona është stratifikuar në zhvillimin e vetdijes është shumë e rëndësishme për këtë proces. Për çka angazhohemi edhe ne si PSD, vetë subjektet apo individet, grupet politike ta kuptojnë më shpejt, për shkak se atëherë do të vetëdijsohemi për përkatësinë tonë në qëllimet e gjëra shoqërore përkatësisht të popullit dhe të votuesit. Ne disi qasim nga foltorja, por kur të ulemi në takime sy për sy me qytetarët, disi nuk dim në çfarë mënyre, e di mënyrë por nuk e valorizojmë. Ndryshimi i rregullorëve, ligjeve dhe reformave vërtet nuk është manipulim si me ndonjë lodër fëminore në tani do të marrim, do të luajmë dhe këtu duhet të jenë të përfshirë vërtet numri i madh i ekspertëve, profesorëve, akademikë dhe njerëz me një dituri në reforma dhe proceset e reformave zgjedhore, për shkak se këtë them për arsye se mendoj se Mileski tha që ministri që në Amerikë votojnë pa letër njoftim, pa pasaport. Për fat të keq do doja të jem në Amerikë dhe të jetoj aty dhe të votoj ashtu. Shpresoj se kjo do vjen aty, por jo më larg. Gjithkesi edhe duhet të jemi real të identifikojmë sa dhe si do të aplikohet modeli zgjedhor në bazë të numrit momental të votuesve dhe në këtë të konstatohet të funksionaliteti modelit zgjedhor. Pra shpresoj që në debate dhe komunikimet e këtilla tek ne për më të vogla do të kontribuojmë për gjendjen e zgjidhjes më të mirë për ato si duhet të zbatojmë reformat zgjedhore. Shpresoj që nuk e të provat, nuk e gjatë atë për të përpiqemi të kemi numër shumë më të madh të debateve të këtyre të cilat do të jenë të relaksuara, të realizuara dhe të gjithë jemi me një qëllim të përbashkët të bëjmë shtetin më të funksional, më efikas dhe në fund më të arritshëm për gjithë qytetarët e shtetit. Faleminderit. Civil Media